Pasi ka mbështetur rikonstruksionin e disa shkollave në veri të vendit, përfaqësues të Fondacionit Mbretëresha Geraldin janë dalur edhe në shkollën nëntëvjeçare Ali Xhetani të fshatit Zenisht në Burrel për të inspektuar punimet që ky fondacion është duke kryer për rrethimin e kësaj shkolle. E pranishme ka qenë edhe princesh Elia si dhe koordinatori e këtij fondacioni Ertila Kurti, të cilat janë shprehur se mbështetja në këtë drejtim do të shtrihet edhe në zona të tjera. Kam ardhur për të monitoruar punimet, cilat kanë nisur prej tashmë disa javësh. Absolutisht shkolla do restaurohet edhe nga brenda, patjetër. Kjo është faza e parë. Ndërkaq, kryetari i komunës Lis, Agim Selita, u shpreh se fal fondacionit Nëna Mbretëresh Geraldin në komunën Lis, janë bërë dhe do të bëhen një sër investimesh, të cilat do të konsistojnë në fushën e arsimit, shëndetësisë e tjerë. Ka rreth 10 ditë që këtu kanë filluar punimet për rrethimin e shkollës Zenisht, por këtu do të bëhen edhe punimet të tjera, do të bëhet pothuajse rikonstruksioni i plot, duke kryer punimet si brenda shkollës, ashtu edhe në pamjen e jashtme. Shkolla e Zenishtit pas përfundimit të rrethimit do të nënshtrohet edhe disa fazave të tjera ndërhyrje.